Mirëmbrëma të gjithëve, ja ku po takohemi në këtë natë të parë të 2026-ës. Mirëmbrëma Isa. Mirëmbrëma dhe mirë se ritakohemi, do të jemi edhe në ditën e parë të janarit së bashku me kolegën Sonila Musaj. Dhe kolegun Isa Myzyraj, por jo vetëm, pasi sonte do të flasim për bashkëjetesën fetare. Bashkëjetesa fetare ka shoqëruar Shqipërinë pothuajse gjatë gjithë tranzicionit demokratik, ndërsa mbrëmjen e sotme do të kemi 3 të ftuar special që na kanë nderuar në ditën e parë të vitit 2026. Dhe ne jemi shumë të lumtur që i kemi në studio, me ne është Dom Mark Pashkja. Faleminderit që je me ne. Vjen nga Kisha Katolike e Shqipërisë. Mirëmbrëma. Faleminderit. Atë Grigor Pelushi është bashkuar me ne. Faleminderit. Faleminderit. Nga Kisha Ortodokse e Shqipërisë. Faleminderit, mirëmbrëma. Faleminderit. Elton Karaj. Nga komuniteti musliman i Shqipërisë, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Tani, për ta bërë bisedën sa më të ngrohtë, do doja në fakt të dinim se si ka qenë 2025-a dhe më pas çfarë presim nga 2026-a, por për ditur më pas edhe se si festohet ndër vite, viti i ri, sipas traditës fetare. Sigurisht që viti i ri në fakt që kemi sot është pikërisht një traditë që lind brenda krishterimit, sepse pika e referimit të kohës është pikërisht personi i Krishtit, prandaj themi para dhe pas Krishtit. Në greqishtin e vjetër ekzistojnë 2 koncepte që tregojnë kohën. Është koncepti Kronos, që shpjegon kohën lineare të viteve, të javëve, të muajve, të ditëve, edhe koncepti Kairos, që është një kohë më specifike, një moment i caktuar që ndryshon historinë njerëzore. Në fakt, viti i ri është pikërisht tregues i këtij Kairosit, i momentit të caktuar historik, që për një moment ndryshoi marrë historinë njerëzore, siç është ardhja e Krishtit, ardhja e personit Krishtit, i cili në fakt është një figurë përbashkuese në fakt të gjitha besimeve, sepse në mënyra të ndryshme, por edhe sigurisht krishterimi, por edhe Islami e njohin dimensionin e tij të jashtëzakonshëm. Dhe në këtë aspekt kemi të bëjmë sigurisht me vitin, që është një kohë lineare, që është një Kronos, por brenda të cilit për shumë persona, besoj edhe për ne personalisht, janë ato momentet e Kairosit, ato momentet e hirit të caktuar, ku secili prej nesh ka momentet e veçanta të cilat provon, besoj edhe në nivel personal, por edhe në nivel bashkësior, siç është Kisha apo bashkësitë e ndryshme fetare, të cilat kanë tendencën që në këtë ditë të shikojnë atë momente që kanë në një farë mënyrë të mrekullueshme apo që kujtojnë me nostalgji e me falënderim. Prandaj sigurisht që viti, kjo ditë, kjo natë që është nata e parë e vitit të ri, është një moment pikërisht për të kanë falënderuar sigurisht për çka ka kaluar, por njëkohësisht edhe shumë shpresdhancë që edhe ky vit do të ketë ato momente të ndryshme të Kairosit. Atë Grigor. Në fakt, unë besoj se në këtë ditë ne do të bëjmë një bilancë të vitit që lan pas. Shumë e rëndësishme besoj që të bëjmë një bilancë për arritjet tona, për sukseset, për dështimet tona, për ato gjëra që ne do donim të realizoheshin që nuk u realizuan. Edhe ashtu si tregtarët ulen edhe në fund të vitit bëjnë bilancet e shpenzimeve të tyre, fitimeve, gjitha këto, dhe ne kështu do ta bëjmë. Edhe unë më kujtohet një frazë e bukur nga shkrimi i shenjtë, nga fjalët e urta që thotë një popull që nuk ka një vizion është një popull që ecën në errësirë. Pra dhe ne besoj do ta nisim vitin e ri me një vizion. Gjithashtu me ato çfarë ne dëshirojmë të arrijmë në këtë vit të ri që ka hyrë, cilat do të jenë qëllimet tona, objektivat tona, cilat do jenë gjërat që ne i shohim si të arritshme, por edhe ato gjëra që ne do të mundohemi, padyshim jo të vetëm, por pranë miqve tanë, pranë familjes sonë, pranë fëmijëve tanë. Edhe besoj që shumë e rëndësishme që gjithë secili për nesh ta nisi këtë vitin e ri me një vizion të ri për vitin 2026. Dua të them që data viti i ri nuk është një fest fetare, të thuash. Sepse në Kishën ortodokse viti liturgjik nis në datën 1 shtator. Ky është viti i ri, por sërish Kisha e Shenjtë e quan çdo ditë si një bekim nga Perëndia, siç edhe foli edhe Don Marku. Edhe në këtë ditë festojmë një nga shenjtorët e mëdhenj të Kishës sonë, që është Shën Vasili Madh. Shën Vasili Madh
është një shenjtor me përmasa ekumenike që i përket gjithë botës, edhe ndonë sa ishte një peshkop i krishterë, besoj se shembulli që ai la pas është një shembull frymëzimi për të gjithë njerëzit. Është nga njerëzit e parë në historinë njerëzore që themeloi dhe ajo që njihet si vepra sociale, ose ajo që njihet si bamirësia. Pra për herë të parë në historinë njerëzore, ky person, ky peshkop i kishës, ndërton një institucion që quhej Vasiliada, ku brenda saj gjendeshin spitale, gjendeshin shtëpi ku strehoheshin njerëz të cilët ishin jetim, fëmijë që ishin jetim, të moshuar që ishin të braktisur, dhe kemi themelimin e një institucioni shumë të rëndësishëm. Dhe ne ju e dini që kisha në tërësi i jep një vëmendje shumë të madhe edhe të varfërve dhe të pamundurve në këtë botë, edhe fëmijëve jetim, vejushave kështu me radhë. Iltan? 2025 se pyetet si ka kaluar 2025, në fakt 2025 si shumë vite të tjera ka qenë sfiduese, të themi, për gjithë secilin prej nesh. Dhe ne urojmë që 2026 të jetë pak më i thjesht, pak më i lehtë edhe të sjellë më shumë gëzime, duke i bashkuar fjalës time faktin që, siç thanë edhe parafolësit, një llogari e të shkuarës duhet bërë gjithmonë dhe besimtari musliman në konceptin e tij fetar e vlerëson shumë kohën, sepse e tillë është, Zoti ka dhënë një mundësi njeriu, jeta është thesari më i madh që njeriu mund të shfrytëzojë për të bërë mirë për veten e tij, për familjarët e tij, për shoqërinë, dhe të përgatisë veten për të ardhmen. Ashtu siç mbyllet një javë, nis një javë e re, siç mbyllet një muaj, nis një muaj i ri, ashtu mbyllet edhe një vit, nis edhe një vit i ri për besimtarin musliman, ashtu si për mbar shoqërinë shqiptare, ashtu si për besimtarët e besimeve të tjera. Ne i bashkohemi kësaj që koha që do të vijë, me ndihmën e Zotit do të ndërtohen nga vendimet edhe aktet, veprat e vetë njeriu. Në këtë aspekt, ne shpresojmë që të jemi nga të vetëdijshmit e të shkuarës, por gjithashtu edhe të ardhmes, për të ndërtuar një të ardhmet përbashkët më të gëzuar për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë. Tani unë jam kurioze të di, përpara se të vjosh pyetjen, jam kurioze të di, paktën e kam dëgjuar. Katolikët katolikët ortodoksët, pra kanë më të rëndësishme festën e Krishtlindjeve se sa vitin e ri. E nisim me Eltonin, me që ishte viti i ri, kanë përshtypjen për muslimanët festohet shumë. Nuk e di sa e vërtetë. Viti i ri, do të them për muslimanët, festat kryesore të muslimanëve janë Bajramet. Dhe nuk ka një koncept kohor që sot nisim viti i ri, dje ishte një vit i vjetër, dhe nuk ndahet në periudha kohore të tilla. Këto janë ndarje tërësisht tradicionale, kulturore në përgjithësi, madje edhe 1 janari nuk është ndarje që buron nga krishterimi, me sa të paktën unë kam lexuar. Është nisja e një viti të ri në emër të Janusit në para krishterimit, dhe ajo ka mbetur si një traditë tashmë e trashëguar, por fet ka një tipar të veçantë që pjesët jo të dëmshme të shoqërisë, ato arrin që t'i integrojnë, dhe nëse është e dëmshme t'i tërësojnë, t'i kthejnë në diçka pozitive. Tashmë ajo ka humbur, të themi, kuptimin e saj që ishte paganizëm dhe ku bëheshin flijime në emër të Janusit. Tashmë ka një kuptim tjetër që mbyllet një vit i shkuar, nis një vit i ri. Fet në përgjithësi shoqërit, këto i kanë integruar në mënyrë që të mos ketë thyrje dhe përçarje në shoqëritë tona, po të njëjtën gjë kanë bërë edhe besimtarët muslimanë në përgjithësi. Tashmë viti i ri është një festë e cila gjendet në mesin tonë. Muslimanët nuk pengojnë askënd që të festojnë, por ndër muslimanët apo ndër edhe besimet të tjera, mund të ketë njerëz të cilët nuk e festojnë atë. Ne siç mirëkuptojmë ata të cilët marrin pjesë në këto festa, mirëkuptojmë edhe ata, duhet të mirëkuptojmë, e ata të cilët kanë disa kritere apo vlerat të tyre të vlerësimit të çështjeve, por rëndësi ka që ne këtu të jemi të gjithë të bashkuar, të qartë në konceptet tona, të dimë ku janë limitet, kufit e njëri tjetrit dhe të tregojmë respekt. Krishtlindjet besoj festohen më së shumti. Apo edhe viti i ri. Është vërtet, festa e Krishtlindjes është një festë shumë e rëndësishme e kalendarit të krishterë, padyshim, sepse aty është edhe zanafilla e këtij besimi, të quajtur të krishterë. Por ajo që është e rëndësishme që të ndajmë edhe ata që na ndjekin tani është që
kisha kur nuk pengon festimet njerëzore. Madje kisha u jep rëndësi atyre. Unë e thash, ne sot kemi nisur, me qëse jemi në 1 janar, e kemi nisur me shkuarje në Kishë që heret, që do të thotë që ne festuam Shën Vasilin, por gjithashtu morëm pjesë në adhurim drejtuar Perëndis. Pra e nisëm këtë festim me adhurimin ndaj Perëndis. Kështu që dhe ky festim më pas festohet edhe në për familjet, sepse për shkak se pjesa më e madhe e të krishterëve ortodoks përgatiten në datën 31 në darkë, përgatiten për festën e datës 1 janar, dhe festa festohet, pra festa e vitit ri festohet pikërisht në drek të datës 1 janar. Pra, kështu që unë them që kisha i jep një rëndësi shumë të madhe festimit njerëzor, dhe madje prandaj gjen shumë raste që festoj, po të shikojmë kalendarin e kishës është i mbushur, çdo ditë ka një fest, kështu që ne duam që njerëzit të gëzojnë. Edhe duam që edhe ne i përkrahim, edhe i mbështesim, edhe padyshim që marrim pjesë thellësisht në festimet dhe gëzimet e tyre, dhe lutemi që të kemi sa më shumë festa në këtë vit që vjen, festime jo vetëm për ne, për si ne si krishterë, por për gjithë popullin tonë. Përpara se t'japësh përgjigje, besoj që jeni paka shumë afër përgjigjeve, dua të ndalim tek 3 momente, besoj unë, kryesore, ndoshta dhe kritike për të 3 nga besimet kryesore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në glob. Pra nis me Kishën Katolike që në vitin 2025, vitin që sapo lan pas, u përball me humbjen e Papa Franceskut, me zgjedhjen e një pape të ri që unë isha aty kur u zgjodh dhe ka qenë një eksperiencë, duhet thënë, e jashtëzakonshme për mua, por çfarë dhe si e përjeton Kisha ndrimin e papatit në vetvete? Është një pyetje shumë interesante. Përpara se të jep përgjigje kësaj, dëshiroj të vazhdoj një logjik shumë të shnoshtë dhe që ja vlen më theksu që pat përpara atë Gregori, që tha pikërisht në kuadër të festave është pikërisht logjika e gëzimit. Në fakt Kisha në vetvete në çdo fest ka gëzimin dhe përkujtimin. Ne gëzojmë sepse përkujtojmë diçka, përkujtojmë dike, përkujtojmë një vend që jep gëzim dhe ka qenë i frytshëm, i shërbyshëm. Dhe në këtë aspekt, viti i ri, Krishtlindja, Bajrami apo çdo fest tjetër fetare, në fakt ka në fenomenologjinë e vet një tendencë për të paraqitur e për të transmetuar gëzimin. Prandaj në Shqipëri kena këtë atmosferën e jashtëzakonshme që festa e jon aq gëzim edhe për dikën tjetër. Do të thonë Krishtlindja nuk është Krishtlindja vetëm për të krishterët, po edhe për musliman, sepse ato dëshirojnë, dojnë për me na pa të gëzuar. Me njëjta gjë është edhe për ne Bajrami dhe këto festa, do të thotë transmetimi një gëzimi që përbashkon. Edhe këtu është, do të thonë, tendenca, sepse siç e tha dhe Eltoni përpara, gëzimi duhet të jetë i përbashkët edhe në fakt Shqipëria është i përbashkët. Për sa i përket vitit 2025, sigurisht viti 2025 pikërisht ka qenë një vit i mushur me gëzime, po dhe me përkujtime për vetë Kishën Katolike. Ju thatë ma përpara që ishte vërtet vdekja e Papa Franceskut dhe ardhja e Papa Leonit, edhe gjithë shka ndolte brenda një vitit jubilar, do të thot viti 2025, që për Kishën është një vit jubilar, do të thot këto që ndodh një herë në 25 vite duke u nisë edhe nga tradita e lashtë. Pa diskutim kemi pas ndrimin e 2 figurave të jashtëzakonshme, siç ishte ajo Papa Franceskut, një person shumë i lidhur edhe me vendin tonë, ku pikërisht një prej arsyeve që zgjodhi me vizitu Shqipërinë ishte kjo tavolinë, nëse mund të shprehemi kështu, në një vend ku besimet fetare jetojnë në një vllazëri, një mirëkuptim dhe bashkëndajnë gëzimin së bashkut. Ishte një person në një farë mënyrë që ishte paksa ndryshe nga paraardhësit e vet, edhe kjo e bani atë që të shikojë me një simpati të jashtëzakonshme, jo vetëm brenda Kishës Katolike, por edhe jashtë asaj, sepse pati këtë aftësinë, siç e çunte vetë të dilte drejt atyre vendeve që ndoshta nuk ishin shumë klasike. Rasti i vëmendjes ndaj periferive apo vendeve të vogla siç ishte rasti i Shqipërisë, edhe evidentimi i realiteteve të ndryshme fetare apo kulturore ishin një prej pikave të tij që ai vendosi në pap. Po ashtu dhe ardhja e Papa Leonit ishte një risi e jashtëzakonshme, nuk pritshim që do të kishim një kardinal që ishte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shumë vite në Peru që do të bahej pap, dhe këtu në një farë mënyrë është një farë, po themi, momentit ku ne edhe si katolik shikojmë atë madhështinë e shoqërimit të Kishës nga shpirti i shenjtë, i cili në mënyrat e tij zgjall personat
që sa do që janë të ngjashëm, janë edhe të ndryshëm, por ruajnë të pandryshueshëm atë që është doktrina e krishterë. Atë Grigori, edhe Shqipëria u përball Kisha Ortodokse Autoqefali i Shqipërisë në vitin 2025, përkatësisht në nisjen e vitit 2025, me humbjen e kryepiskopit Janulatos, por më pas me zgjedhjen e kryepiskopit Joan. Çfarë ndodhi me Kishën Ortodokse gjatë atyre muajve të vështirë në fillim, por më pas sigurisht që pas çdo vështirësie vjen edhe lumturia? Kisha është një institucion është i themeluar prej 2000 vitesh, pra është një institucion shumë i konsoliduar, por pa dyshim që ngjarjet që ndodhin në të përjetojnë edhe ato ndjenjat, qoftë kur largohet dikush nga kjo botë, por qoftë edhe kur ndodhin ngjarje transformuese brenda saj. Humbja e kryepeshkopit Anastas ka qenë një humbje shumë e madhe për Kishën Ortodokse, për të gjithë besimtarët e Kishës Ortodokse. Ai shërbeu Kishës tonë, ai ringriti Kishën tonë, kështu që dha një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe një njeri i përmasave të tilla besoj që pa dyshim që do lëndonte shumë shpirtra dhe zemra njerëzish. Por siç e thashë në fillim që Kisha në përvojën e saj i tejkalon këto ngjarje jo me një lloj idhërimi dëshpërues apo që këtu mbyllet gjithçka, por i vazhdon ato me atë që njihet në terminologjinë e krishterë si armolipi, që do thotë një idhërim i gëzuar, do me thënë idhërimi kthehet në gëzim, sepse Kisha e shenjtë gjeti fuqinë që të zgjedhë primatin e saj, kryepeshkopin e saj, gjithë procesi vijoi në një mënyrë dhe u konsolidua edhe njëherë autoqefalia e Kishës Ortodokse, pra ne kuptuam, edhe ne që jemi klerik të rinj, që u zgjodhëm nga kryepeshkopi Anastas, kuptuam që Kisha jonë është tashmë një kishë konsoliduar dhe kryepeshkopi punoi për të ruajtur autoqefalinë e Kishës sonë ortodokse. Ishen vetë peshkopët shqiptarët e Shqipërisë që shërbejnë në Shqipëri, të cilët të zgjodhën kryepeshkopin e tyre. Dua të them që ne patëm edhe humbjen e mitropolitit të Gjirokastrës, edhe kjo ishte një humbje shumë e madhe, por siç e thash, nuk ndenjëm në atë dhimbjen e dëshpëruese, por sërish mitropolia e Gjirokastrës tani ka një mitropolit të ri, por edhe largimi i kryepeshkopit nga mitropolia e Korçës drejt Tiranës bëri që u lind nevoja prapë e zgjedhjes së një peshkopi prapë edhe për Korçën, pra të gjitha ndodhen natyrshëm dhe Kisha është, dua të them që është e konsolidueshme, vazhdon të ecë dhe të përmbushë misionin e saj, edhe besimtarët janë të lumtur që janë pranë peshkopëve të tyre, shohin unitetin e tyre, por shohin edhe frymën që lanë paraardhësit, sepse tashmë të gjithë ata që i ngritën kishat dhe xhamit, të gjithë ata kanë ndëruar tani liderët fetarë, kështu që por ata e lanë duar të sigurta pikërisht atë harmoni dhe vllazëri fetare që ata na i përquan neve, brezave të rinj, por edhe atyre që drejtojnë sot institucionet tona fetare. Elton, Shqipëria, pra, muslimanët nuk është që ka një hierarki, si që kanë, për shembull, Kisha Katolike dhe Kisha Ortodokse, por prapë se prapë, muslimanët anë mbanë botës, janë nisën në vitit 2025 me mendjen çfarë po ndodh në Palestinë. Dhe duket sikur fundi i 2025-s shënoi një dritë shprehse me armëpushimin që ka ndodhur atje. Si ishte viti 2025 për muslimanët anë mbanë botës? Ajo është një situatë shumë e trishtueshme. Gjëja më të themi e mërzitshme në këtë mes është që ne nuk kemi fuqinë që të bëjmë dot asgjë për zgjidhjen e një problematike e cila është larg nesh fizikisht, por shumë pranë në zemrat dhe në mendjet tona. Kemi vënë re një trishtim të përgjithshëm në mbar shoqërinë shqiptare, e cila ndan patjetër dhimbjen e shumë humbjeve të njerëzve të pafajshëm, të fëmijëve, të të moshuarve, të cilët nuk kanë të bëjnë fare me një konflikt që i sjell dikush tjetër dhe e bën dikush tjetër. Për fatin e keq, ky është fati i njerëzve të thjesht në përgjithësi anë kënd botës, ku konflikti nuk është vetëm në Palestinë, por ka konflikte edhe në vende të tjera, të cilët përsëri na dalin pamjet tashmë nuk fshihet dot më asgjë, që ata që vuajnë janë përsëri fëmijët, janë përsëri nënat e tyre, janë përsëri njerëzit e pafajshëm. Ne kemi bërë gjithmonë thirrjen që politika këtu, politikanët, drejtuesit e mëdhenj të shteteve, të luajnë rol në mënyrë më vendimtar
në mënyrë që t'jepet zgjidhje në radhë të parë luftës dhe pastaj të mendohen gjërat e tjera, aspekti financiar, aspekti politik, relatat e shteteve me njëra tjetrën. Gjëja e parë për të bërë gjithmonë është për t'i dhënë fund luftës. Për këtë Komuniteti Musliman i Shqipërisë dhe mbar besimtarë shqiptar kanë pasur një qëndrim të qartë dhe kanë bërë lutjet e tyre, thirrjet e tyre në publik që t'i vi fundi këtij konflikti. Ne shpresojmë që t'i ketë ardhur fundi këtij konflikti, shpresojmë që aktorët e kësaj gjëme tashmë t'i kenë vënë pikën kësaj çështjeje dhe t'japin kontributin e tyre për paqen në atë zonë në radhë të parë, por gjithashtu në të gjithë lidhjen e mesme, ku ka nevojë për një vëllazëri dhe një model, një shembull që t'ia tregojnë mbar botës se si zgjidhet një konflikt. Ne jemi një vend i vogël, por vlerat nuk maten me shifra, vlerat maten me cilësi. Në këtë aspekt Shqipëria ka për t'i dhënë shumë botës dhe tryezat që neve në bëjmë bashkë duke sakrifikuar diçka njëri prej të tijës, por duke u bërë pjesë e asaj që është më e madhe që neve na bashkon, bashkohemi, gjendemi së bashku dhe kemi treguar që kështu jepet zgjidhje, kështu kemi ndërtuar Shqipërinë, kështu kemi shpallur pavarësinë dhe kështu po ecet ndër gjithë këto vite. Ne shpresojmë që edhe pjesa tjetër e botës të lërë më një anë përfitimet financiare apo përforcimet e posteve të tyre drejtuese dhe të mendojmë për fëmijët e të tjerëve ashtu siç mendojmë për fëmijët e tyre. Në Kur'an thuhet që mirësinë më të lartë s'keni për të arritur kurrë derisa ju të mendoni, të dëshironi për të tjerët atë që ju dëshironi për veten tuaj. Parim më të lartë dhe më shpirtëror, më njerëzor se ky vështirë që të gjesh, thjesht mjafton që të zbatohet. Kur kam qenë i vogël mendoja gjithmonë, njerëzit përse vallë bëjnë konflikt me njëri tjetrin, përse duan të keqen e njëri tjetrit. Tani që u rritëm disa gjëra patjetër që i kuptojmë, por ashtu siç mbetet ajo ideja e një fëmije të vogël për paqen, në fakt edhe kur u rritëm kuptuam që thelbi në fakt ai është. Thelbi është pastërtia e një fëmije që do të mirën e të gjithëve. Atëherë, të qëndrojmë larg kërkesave materiale për këtë botë, të mendojmë pak për njëri tjetrin, të mendojmë edhe çfarë na pret neve në jetën e përtejme. Duke qenë se jemi drejt fundit të kësaj pjese, një pyetje më personale ndoshta për Domark Pashken. Ku e festoi vitin e ri? Ku e festoni, si dëshironi, edhe në përgjithësi, si e kaluat vitin e ri dhe cila do ishte idealja për juve? Edhe me urimin për shqiptarët më pas. Kjo pastaj varet shumë edhe nga ajo që bëjmë, nga roli që jemi, nga ajo që kemi zgjatur në jetë. Personalisht ne kam festuar vitin e ri mes famullisë aty ku shërbej, mes rinis, mes familjeve të famullisë të cilat jetojnë bashkë dhe janë në kujdesin tem, po themi kështu baritore, fetar, edhe paksa familjes time, po themi natyrale, biologjike. Edhe kam përshtypjen se është edhe diçka shumë klasike, sepse në vërtet familja është ajo ambienti par excellence që festohet viti i ri. Urimi jem personalisht për gjithë shqiptarët që na ndjekin edhe për gjithë ato njerëz të cilët do të fillojmë së bashku vitin 2026 është sa më shumë dashni për njëri tjetrin, në mënyrë të veçantë, sa më shumë dashni për vendin tonë, për Shqipërinë. Shqipënia është një vend fatkeqësisht i plagosur shumë rënd për shumë fenomeneve të cilat ndoshta na bajnë me vujt çdo ditë, edhe besoj se raceta më e mirë për këtë vend dhe për marrëdhëninë tonë është vetëm dashni. Dashni nga secili prej nesh, nga çdo qytetar i thjeshtë që del natje me shkuën punë deri tek ata që kanë fatet e Shqipërisë në dorë. Faleminderit. Atë Grigor. Në fakt, kjo është një festë që unë gjithmonë e festoj me familjen time, jo vetëm me familjen, themi, me prindrit e mi dhe me bashkëshortën e fëmijët e mi, por edhe me gjerë, bashkohemi në një tryezë të madhe, të ftojmë, jemi bashkë me motrën, me vllajin, me gjithë familjet e tyre, pra festojmë së bashku dhe besoj që mënyra më e mirë për të festuar një vit të ri është pikërisht jemi së bashku në familje, sepse besoj që aty do të jetë edhe përkushtimi unipar në familjet tona. Edhe dua të uroj të gjithë shqiptarët që të kenë, prape përsërisim atë fjalë se gjendet kaq shpesh në shkrimin e shenjtë dashuri, sa më shumë dashuri, sa më shumë paqe mes njëri tjetrit, sa më shumë bekime. Dua të përgëzoj median tuaj dhe ju personalisht që na ftuat, na bët pjesë të kësaj tryeze të gëzueshme dhe festive
dhe besoj që është mirë që edhe gjithmonë media juaj i ka dhënë hapësirë edhe zërit religioz, kështu që besoj që e keni nisur me këmbën e mbar. Ju uroj dhe ju të dyve shumë suksese në këtë vit të ri që ka nisur. Faleminderit Elton, shumë. ju festuat dhe ku e festuat mbrëmjen e ndërimit viteve? Ne familjarisht nuk para bëjmë një organizim të veçantë për natën e vitit të ri, por familjarisht në familjen time të ngushtë, por zakonisht prindërit e mi naftojnë për të na bashkuar për natën e vitit të ri. Ata i kanë kujdes shumë kriteret fetare sepse janë besimtarë, por tashmë një festë e cila është pjesë e kulturës sonë me të mirat e saj mbase duhet ruajtur për të bërë edhe pjesë e gëzimit dhe zakonisht kaloj së bashku me ta dhe unë uroj që 2026 edhe më tej të jetë një vit më i mbar, një vit më i mirë për mbar shqiptarët dhe për mbar njerëzit tanë e këndë globit. Tani unë do doja shumë që të flisnim më shumë me secilin prej jush, por kaq është koha për këtë ditë, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj dhe për të gjitha Duke ju uruar pa mesazhet, diskutime duke ju uruar një vit sa më të mbar. Dhe të vijoni që të jeni model sa i përket bashkëjetesës fetare. Ju përgëzojmë. Të gjithë së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, Isa. Ishte gjithçka për këtë Të pjesë. pjesë të mbrëmjes së sotme. Do shihemi pas Vetëm pak. pas publicitetit.